dyshim. Aty thuhet se qartë që nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve janë në disponim vetëm 30 ditë për konstituimin e parlamentit. Pra, partia e parë mund të fillojë konstituimin edhe në ditën e 29, por e ka obligim ta përmbyll dhe ta përfundoj në ditën e 30. Mendoj që këtë obligim kushtetues vetëvendosja nuk e ka përmbushur dhe në bindjen time ka bërë shkelje të një detyrimi kushtetues. Pra, ky është aspekti juridiko-politik. Në njërën anë kemi vakum juridik, është evidente sepse pas këtij pohimi që brenda pas certifikimit janë vetëm 30 ditë për konstituimin të parlamentit, nuk ka pasojë, nuk ka parlament, nuk ka qeveri, nuk ka shtet në botë demokratik që nuk e konstaton rrjedhën, pra pasojën në çdo vend demokratik, në rastin ton, këtë rast tani po e bëj pa paralele, do t'i thuaj partisë së parë ketë 30 ditë nga dita e certifikimit të bësh konstituimin e parlamentit. Nëse jo, ajo e drejt do duhet t'i kalohej partisë së dytë. Dhe nëse partia e dytë gjithashtu nuk arrin ta bëj për mungesë të numrave ose për mungesë të vullnetit politik, shkohet në